Edi Rama ka vendosur të shkatroj shtëpinë e fëmijës Zyber Hallulli për të ndërtuar një nga kullat përsëri të larta të qytetit Tiranës. Tani askush nuk mund t'i japë përgjigje pyetjes sepse Tiranës i duhet një kullë e re në vend të shtëpisë së fëmijës. Unë këtë ndërtesë e njoh mirë sepse aty ku kam bërë shkollën tek Osman Myderizin 8 vjeçare, kishim shok klase disa fëmijë të shtëpisë fëmijës, ishim shok me ta, edhe nga njëherë mbas diteve vinim të luanim këtu tek pjesa e pasme e shtëpisë fëmijës, ka pas disa fusha të mira për të luajtur fëmijët. Tani unë nuk e di se ku do t'i strehoj Rama fëmijët e kësaj shtëpie. Mendet do që, kush e di, katin e parë të kullës ta bëj jetimore dhe pastaj qendër tregtare, një lloj siç bën shumë budallëqe ai që e qeveris Shqipërinë. Mirë, ajo çfarë mua më shqetëson është arroganca e këtij pushteti. Mendoni pak, kur shkatron shtëpinë e fëmijës, çfarë mund kursej ky pushtet? Sot shkatron shtëpinë e fëmijës, nesër kur të mos ketë më troje publike për ndërtuar kull oligarkët dhe për të pastruar parat krimi organizuar, ka për të futur në shtëpinë tuaj, ka për shkatruar shtëpinë tuaj në emër të zhvillimit, në emër të përparimit, ku në fakt gjithçka bëhet në emër të zhvatjes.